Mirëmbrëma të nderuar shikues se ju adhurues të basketbollit. Transmetimet tona po I vazhdojmë me gjiron e fundit të Ligës Unike në konkurrencën e meshkujve, ku do të kemi takimin ndërmjet dy skuadrave kryeqytetase. Në njërin anë skuadra e Tiranës, në anën tjetër Sikal Prishtina. Startojnë Redi Vogli, Strazimiri, Endre Tysanagolli, Richard Lilaj, si dhe Frenki Lilaj, Startues Sheqiri, Ibishi Davis, Legendrejaj dhe Carter, që është edhe kapiten I përfaqësues së Shqipërisë. Starton ndeshja Davis. Këtë ndopin tek Ibishi, I cili është I vetmuar nga gjysmë distanca, arrin të realizon pikë, cili nuk arrin të shkon deri në fund. Kemi tentim për 3 pikë nga Vogli, I cili realizon për të përmbysur rezultatin. Në anën tjetër kërkohet përgjigja dhe vjen treshja nga Carter, I cili e merr përgjegjësinë. Ja shohim treshen e Carter. Dhe Lilaj e gjen depërtimin, shkon deri në fund dhe realizon si Legendrejaj tek Ibishi në kosh, I cili projtje e mirë Davis, tjetër top I vjedhur, deri në fund shkon për të realizuar në këto minutat e para, po vrehet Jeffers, gjen depërtimin deri në fund për të qelluar. Deri në fund edhe te Richard Lilaj, gjen Frenki Lilaj, I cili qellon nga gjysmë distanca, është Isak Jeffers. Edhe një herë I zgjidh gjërat, ndërsa në anën tjetër Muhamed Ali Janjeva në kundërsol. Qiri, pikë Dion Sheqiri, blokuar nga prapa nga Jeffers. Top e kthen tek Jeffers. Frenki Lilaj do të gjuan për 3, qëllon për të Janjeva do të gjuan për 3, është Isak Muhamed Ali Janjeva. Shohim mbrojtjen e kryeqytetasve dhe kundër sulmin e thjesht. Pik Vatlin Çoshaj nuk qëllon, është aty Shatri që kthen topin tek Zikor në mesin e 3 lojtarëve. E pat lëvizjen, krijimin e hapësirës për vete dhe ngulitjen në kosh. Fantastik. Qoshën Zikor, Eciton të Clark, Janjeva në kosh, arrin të qëllon për ti. Donte Clark deri në fund realizon. Daljet edhe me personale do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Pat trajnerin Murat Bilge. Bedri shkurtër kore, merr edhe njerë topin. Mja bukur në 4. Bukur ai top nga Zikor. Të gjitha I bëre mirë, jo edhe finalizimin në anën tjetër. Pim pikët nga Tiranasit Tysanagolli. Asistimi mjaft I mirë. Janjeva, lëvizje bukur e tij, do të tenton për 3 pikë. Muhamed Ali Janjeva. Kërkoi edhe personale. Shohim lëvizjet e tij. Mund të ishte si dhe Ibishi, I cili nuk arriti të realizonte, kësa në kundërsol Moses qëllon dhe ndalët edhe me personale, do tjetë edhe në vijën e gjuajtjes së lirë. Tek Lilaj, që në depërtimin deri në fund, Richard Lilaj arrit të realizon lek para Dion Sheqirit. Lilaj, mbrojtje e mirë e Prishtinasve, Ibishi e shpëton atë dhe arrin edhe të realizon deri në fund. Carter shkon realizon në anën tjetër Davis bukur tek Dion Sheqiri, asistim fantastik. Nasit me pronësinë e topit bukur, ai top nga Dion Sheqiri tek Ibishi. Në fund nuk arrit të realizon. Bukur e merr top Carter që vetë do të shkon deri në fund. Bukur binqe me Dion Sheqirin, Norik binqe realizon. Shatri 4 sekonda. Norik Binqe do të gjua në sekundat e fundit të aksionit për 3 pikë, realizon. Pika e 6 dhe Norik Binqes nuk ka huqur. Shko vetë deri në fund, realizon. Vazhdon të duan me 5-1 trajneri
Murat Bilge, tentim për 3 pikë, Fatlind Shoshaj me një step back që lan për 3 për 37 me 67. Për 3 për 37 me 67, krijohet edhe përsia më e thellë në ndeshje prej 30 pikëve, vjen kundër sulmi shpejt i Tiranase me Nikën që arrin të qëllan. Lilaj deri në fund shkon Richard Lilaj, realizon kthen topin të ky Senagolli, i cili nga përsia qëllan. Sheqiri nga përsia në kosh realizon. Muhamet Ali Anjeva tek Dion Sheqiri ka gjysmë distanca, do të gjuan Dion Sheqiri arrin të realizon pika 9 pozit. I Bishi bloktohet nga Hasani, e merr edhe një herë topin, shkon vetë deri në fund. Deri në fund Moses shkon për qëlluar Shatri. Pinqe Sheqiri gjuan për 3, është i sakt Dion Sheqiri, nuk mendoj. 60-77 Moses në anën tjetër për të përgjigjur për 63 me 77 sekundat e fundit dhe po besojmë që me këtë rezultat do të përfundon ndeshja. Prishtina pati edhe përsi prej 30 pikëve, trajneri Murat Bilge i dha hapësirë të gjithë lojtarëve 12-shës që e pati sot në dispozicion dhe pam lojtarë të ri të cilët treguan paraqitje mjaft të mirë më të dalluarit të kryeqyteta si Dion Sheqiri, Adriani Bishi me nga 12 pikë. Bishi ka kompletuar double-double dhe me 10 kërcime, 6 kërcime i ka marrë Sheqiri, ndërsa 12 pikë tjera i ka shtuar edhe Muhamet Ali Anjeva. Në anën tjetër më të dalluarit tek Tirana, Jeffers me 17 pikë, e nga 13 i ka shtuar Moses dhe Lilaj. Pra Prishtina arrin fitoren me rezultat 63-77 për të kualifikuar tutje pra nga grupi A në kuadër të ligës unike në konkurencën e meshkujve.